Evropa po përjeton val përvoluese të nxehtë, ndërsa pritet që rekordet e temperaturave të thyen në ditët në vijim. Disa qytete kanë marrë masa për të ndihmuar qytetarët tu shpëtojnë temperaturave të larta, të cilat do të jenë gjatë muajit qershor. Një bashki në Paris po ofron bileta falas për në kinema për të ndihmuar njerëzit të largohen nga nxehtësia. Plani është i organizuar në bashkëpunim me 3 kinema të pavarura dhe të pajisura me ajër të kondicionuar. Për të përfituar duhet të jenë nën 25 vjeç ose mbi 65 dhe oferta vlen vetëm në seancën e pasdites. Itali. Edhe për Itali, një vend i mësuar me diellin, temperaturat aktuale janë jashtëzakonisht të larta për muajin qershor. Lista e qyteteve që kanë marrë paralajmërim të kuq po rritet dhe po pritet të shtohet edhe më shumë ditën e mërkurë, me zonat më të nxehta në qendër dhe veri të vendit. Kjo do të thotë se disa biznese mund të pezullojnë ose reduktojnë aktivitetin e tyre kur temperaturat të jenë jashtëzakonisht të larta dhe më pas të përfitojnë fonde shtetërore për pagesat e punonjësve të pezulluar përkohësisht nga puna. Në Gjermani njerëzit po përgatiten për temperatura rekord për muajin qershor ditën e premte, kur në perëndim dhe jugperëndim të vendit temperaturat mund të arrijnë deri në 40 gradë Celsius. Punonjësit postar të Deutsche Post janë këshilluar të veshin këmisha me mëngë të gjata dhe kapela. Ndërkohë, kompania e sigurimeve shëndetësore DAC ka hapur një linjë telefonike ndihmëse me këshilla se si të përballohet vala e të nxehtit.